Me profesionin e ekipit e Sopotit të Librazhit, Hallaçi që ka marrë një detyrë të vështirë për ta drejtuar skuadrën e Sopotit edhe për të reaksionin kategori. Një mendim për pjesën e parë dhe për gjithë neshën si fitu 3-0 ka shi ekipi të Tërmonit. Përgjithësi jam i kënaqur sot nga skuadra me mënyrën se si solli në lojë. Pjesa e parë kishte një vrull nga ne, kishte një menaxhim të mirë, që është vërtet gjatë minutave, ne krijuam disa raste për çmima, por nuk arritëm dot pasi që pak me sforca. Kuptohet ndeshja e parë ndoshta është pak e vështirë sepse është vetëm fillimi, por mënyra ritmi i lojës mendoj që ishte i durë në pjesën e parë. Në dy fazat e lojës mendoj që skuadra është sjellur mirë. I thash që në pjesën e dytë duhet të bëjmë shumë kujdes sepse duhet të shënojmë sepse krijuam shumë raste dhe mendoj që skuadra e menaxhoi mirë, më pas duke shënuar dhe golet të tjera. Kuptohet, kemi disa gjëra për të rregulluar sepse nuk është se ishim perfekt, ndonse fitoria ishte merituar, por shpresojmë dhe të jemi me një rrugë të duhur sepse rruga është shumë e gjatë dhe nëse ka që skuadra të bindet në detyrat që ne i themi. Ju keni bërë një markat cilësore, keni marrë disa lojtarë që kanë qenë pjesë e Superligës. Domethënë Sopoti ka synimin e kthimin kategori të parë? Sigurisht, ne po bëjmë një punë që shpresojmë të shkojmë tek objektivi. Kuptohet ndeshja do të shkojmë në kujdes, sepse objektivi nuk arrihet javën e parë të kampionatit, ka shumë sfida të vështira, por kam besim me detajët që kanë qenë dhe me pjesën që ka ardhur në merkato, mendoj që do na ndihmojnë për të arritur tek objektivi. Por që të shikojmë gjërat me kujdes sepse kemi ndeshjen e dytë të kampionatit dhe duam të jemi të përqendruar maksimalisht tek ajo ndeshje. Urime suksese.